Vera që tashmë kishte mbaruar, I kishte lënë vendin vjeshtës. Dhe në një mëngjes të bukur, me rënien e flokëve të para të borës, kishte ardhur dimri. Binte të borë ditë e natë. Dhe kur Heidi u zgjua, të nesërme në mëngjes përreth shtëpisë, gjithçka kishte zbardhur. Edhe këtë vit Heidi vazhdonte të shqetësojë për ushqimin e kafshëve të egra. Nuk I kishte harruar miqtë e saj të dimrit të kaluar. Heidi, përse po e hapat gropa që të thellë? E kam sekret. Ende nuk mund të ta them. Çfarë lodhje? Ja, besoj se është më mirë kaq thellë. Kështu është më mirë, nuk duket më asgjë. Askush s'ka për ta vëre. Heidi, a mund të më thuash se çfarë po bën atje? Pas pak do ta marrësh vesh. Nepja eja! Nepja! Ja ku jam, këtu. Nuk më shikon? Eja këtu. Luaj këmbët. Eja, pra afro. Po, pra eja, çfarë pret? E di çfarë do të them? Je një qenie I mërzitshëm. Pa të shojmë nëse arrit të mësoj të vraposh. Kujdes, Nebja, kape! Ja akoma dhe më I mërzitshëm se ç'mendoja. Sa shpejt e vurire. Nebja është shumë më I shkathët se ç'mendon ti. Nuk është as pak I shkathët, thjesht ka nuhatje të mirë. Mirë, erdhi Peteri. Heidi! Nxita! Jam e sigurt se Peteri nuk ka për ta vëre. Mirë, urimet e mia. Mezi pres të shikoj fytyrën e tij. Kam një surprizë për ty. Vërtet? Ku? Pra. Por unë nuk po shoh asgjë. Po ku është surpriza? Kërkoje.
Përse e bën ashtu fytyrën? Nuk e shikon? Nuk jam e shgënjyer. Mendova se do t'ishe më kurioz, ndërsa ti rri këtu si i ngrirë. Mos është... Pash një cjap malesh atje poshtë. Ke dëshirë ta shohësh? Po të thua një cjap malesh këtu, mendon se është aty akoma? E ja, shkojmë ta kërkojmë. Oh, mos. Një fjalë urtë popullore thot, kur i bën ngropën tjetrit, bie vetë në të. Kjo është e surpriza? Eja, si thua sikur të bëjmë një xhiro me slit? Sikur mundim gjys? Pa? Sigurisht voglushe, e pse jo? Faleminderit. Harrova. Pak më parë mësuesi ma futi këtë letër në xhep dhe më kërkoi t'ju a jepja juve. Urdhëro. Mirëpafshim gjys! Theu në shtëpi para se të rësohet. Pa! Letra e mësuesit ishte një letër e rëndësishme. Në fakt, mësuesi që e njihte shumë mirë moshën e Hajdit, i shkruan të plakut të vjetër se kishte ardhur koha ta çonte mbesën e tij në shkollë, sepse edhe ajo, si të gjithë fëmijët e tjerë, mund të mësonte të shkruante e të lexonte. Kështu është shumë avash. Di t'i japësh për shpejt apo do t'i japun? Ndalo, për ndryshe do të hyj në shtëpi. Mos ke frikë, me mua nuk rrezikon. Je përsëri voglusha Hajdi, e njoh zërin e saj. Jo, mos më quaj me të papore. Lëre. Sa të bukur që ka. 7, 9 dhe 10. Hapa! E di ku je! Çfarë zile bukur? Kjo është ajo. Të gjeta, tani e ke ti ravo. Hey, Peter, e di e kujt është kjo? Besoj se i përkiste babait tim. Edhe ai ishte bari delesh si unë. Beson se mund të i përsëri në punë? Ndoshta ne verën tjetër mund t'ja vëmë edhe flokborës. Po ajo. Peter, shiko pak sa slit e bukur. Si thua sikur t'ja vendosim në qafë. Tani u bë akoma më argëtuese. Mu! Ura! Sa bukur! Sa bukur! Jo! Ura! Jepi! Ura! Po tani pse ndalove? Jemi larguar shumë. Punë e madhe. Duhet të kthehemi prapa, para se të rrësohet më shumë. Shiko, aty përpara është fshati. I dëgjon këmbanat? Oh, po, këmbanat.
E di, më erdhi një ide në mendje. Si thua si kur të zbresim poshtë për të gjetur flokborën? Çfarë po thua? Pse i përgjigjesh gjithmonë në të njëjtën mënyrë pyetjeve të mia? Sepse edhe ti bën gjithmonë të njëjtat pyetje. Nuk mund të shkojmë tani. Nëse kthehesh vonë në shtëpi, nesër nuk mund të dalësh dot me mua. Do më pëlqen të ta shija përsëri. Hajdi, do të jetë mirë. Do të jetë duke fjetur në stallën e saj. Eja tani. Jo, nuk do të vi me ty. Do të vish ti me mua. Hajdi. Prit. Eja, hyp. Ja më i sjellshëm se ç'mendoja. Faleminderit. Pa shiko. Mos më thuaj, a nuk ishte Hajdi ajo? Po, pikërisht ajo ishte. Po ai përpara, nuk ishte Peteri. Çfarë bëjnë ata të dy vetëm në mes të fshatit në dimër? Ja, arritëm. Këtu është. Në stallën e vet është? Mendon se mund të më njohë përsëri? E pse jo? Eja, hyn brenda. Është errësirë. Më friksove shumë. Hajdi, e gjeta. Vërtet? Ku është? Flokbora, ku je? Shpirti im i vogël, si e? Flok të bore, e dashur. Tani u binde që është mirë? Pse duhet ta trajtonin keq? Nuk je rritur akoma, por të paktën ke qumësht. Pite shikoj. Mirë është. Do më japësh fjalën që do të rritesh? Kur të shihemi përsëri në pranverë, duhet të jesh më e madhe. Dakor? Mos më lëpi. Të ves nuk e për ta hequr kurrë. Ti e di mirë që nuk më pëlqen, po më godolis. Je zgënjur, e di, nga që nuk të solla gjë, por nuk e dija që do të vija këtu. Hajde, ndahuni, sepse do të kthehemi në shtëpi. Ngjitja shumë e thepisur. Mirëmëngjes, më mbani më? Po, sigurisht Hajdi. Si mund të të harroj aty? Kujt ja dedikoj nderin për këtë vizitë, mua apo dhësime? Erdha për të parë si është flokbora. A pra, e petani? Është shëndosh e mirë dhe jep një qumësht të shkëlqyer, dhe për këtë ju detyrohem juve. Pra do ta mbani? Mos bëj pyetje koti. Uf. Tani po të përshëndes, do të shihemi në pranverë. Silloni mirë me të, ju lutem. Po, sigurisht, Mirëpafshim. mos u shqetëso, do të sillen mirë me të. Si gjithmonë. Të të luaj edhe unë, e di këtë loj. Na mere, di mere po më dhëm syri. Më pristi. Na pra. Të godita. Kape të tokë. Kape. Na mere të tokë. Të kapa. Tani e kam rrëtë në unë, më prisë sa të vijë edhe unë. Duhet të jesh më shpejt. Na mërë duhet të përpëj edhe unë. Tani unë. Tani vjen bomba. Një bombë. Ha, si thoni? Hajdi, tani eja të ikim, është shumë vonë. Pse nuk vazhdoni? Mos keni ngrirë që apo keni ndonjë problem tjetër? Pa më thuaj pak, a nuk je Hajdi e plagut të maleve? Po, unë jam. Mbi qënë se ke ardhur deri këtu, pse nuk shko në shkollë? Po pse? Mësuesi të dërgoj një letër. Mos më thuaj se e ke humbur apo s'ta kanë dhënë. Jo, nuk e kam harruar. Letër na i solli, por çfarë të bëju në shkollë? Dëgjoj, Erdi. Ke qenë ndonjëherë në shkollë ti? Jo, fatkeqësisht Mos kur. thuaj fatkeqësisht. Ke qenë me fat që nuk e shkuar ndonjëherë në shkollë. Ashtu?
Po ti e di e çfarë shkruaj në atë letër? Jo, ishte e mbyllur. Gjyshi nuk më ka thënë gjë se unë duhet të shkoj në shkollë. Nuk e pse habitesh, ai është kokë fort. Je shumë shpirtësi. Çfarë? Kërko fali për atë që the. Po kështu thonë të gjithë, jeton midis maleve, kështu që nuk është normal. Ria t'je lart vetëm dhe nuk do të shoh njeri me sy. Dhe prandaj është bërë kështu. Ha, ju nuk kuptoni fare. Edhe mua e çuditshme më duket. Hajdi, tani pse nuk na thua alfabetin, Po ta di se çfarë është, e pse jo? Çfarë? Nuk e di se çfarë është alfabeti. S'është çudi, jeton mes maleve. Alfabeti nuk është as pak për të qesur. Alfabeti jo, por ti po. E po mirë, me qënë se nuk e ke dëgjuar ndonjëherë alfabetin, po ta themi ne. Gati? A, B, C, Ç, D, V, E, F, G, Gj, H, I, J, K, L, M, N, J, O, Q. Ndalo, ndalo. Nuk mund të bësh si mësues sepse gabove. Pra zbri. I bukur më duket, por për çfarë duhet? Ha, ma thoni. Me sa duket ti nuk di asgjë. Ka ardhur koha që do vish në shkollë. Nuk është e vërtet, ditë më dhit. Madje bëj më mirë se të gjithë ju. Por të gjithë këtu në fshat ditë e mjeli dhit. Ditë të fiskollej. Ë? Si? Nuk isha njohur do një vajzë si puna jote. Duhet të njohin të gjithë. Ikin në shtëpi. Ikin në shtëpi. Hajde zit lexoj, hajde zit lexoj, hajde zit lexoj. Pse u tallën me mua? Çfarë i bëra që u kapën me mua? Mos u merr me ata. Askush nuk duhet të shkojë në shkollë. Ata po flisnin kot. Prit. Ja, pra tani është më mirë. Mund të më mësosh alfabetin? E jepi. Çfarë? Unë duhet të të mësoj alfabetin? Pa. Nuk e di dhe pastaj... Mos u bëj i mërzitshëm. Tani filla. A, B, C, D, E, F, G, Ha, vazhdo. A, B, C, D, E, F, D, G, Po pastaj, nuk e di se si vazhdon? F, G... Oh, po për çfarë duhet alfabeti? Si do qoftë nuk na ka hyrë kurrë në punë, apo jo? Do me thënë nuk që nga vetëm unë që se di. Mire ke. Kthehemi në shtëpi. Si ka mundësi që përvonohen kaq shumë? Ka ndonjë lajm të ri nga fshati që nuk e kam marrë vesh akoma? Po, mësuesi sapo i ka dërguar një letër plakut të Alpeve. Mund të mos e dërgonte, s'ka për ta lexuar kur. Këtë herë duhet ta lexoj, i pëlqen apo jo? Nuk mund të bëj asnjë gjë tjetër. Jo, moj. Po më bën kureshtare, çfarë i shkruaj ti? Ha, më thuaj moj. Sigurisht që e di, duhet ta çoj Hajdi në shkollë, por jam e bindur që do ta gjej një justifikim tjetër. Imbir, më tha që nuk di as se ç'është alfabeti. Është e pamundur. Jam e sigurt që nuk di të dalloj as të majtën nga e djatha. E si jo, në fund të fundit nuk është për t'u habitur. Nuk është as pak gjë e mirë, edhe në kishë të dielave nuk e kemi parkur. Nuk e ka fajin vogëlushja për këtë. Kur nuk shkon plaku, nga kush do ta mësoj e vogla? Unë vë bas që nuk lahen as të shtunave. Imbir bën banjo çdo të shtunë dhe e fërkoj mirë me sapun, do apo nuk do ai? Oh, jo, nuk e di, ndoshta ka edhe morra. Oh, mos. Edhe mundet, por mua nuk ma merr mendja. Imbire pa sot në mëngjes dhe ju duk një vajzë shumë e bukur. Një arsye më shumë që ajo të shkojë në shkollë. Po. Por haroje që plaku të na jap të drejtë. Nuk më ka përshëndetur kur. Kohët e fundit i kam bërë dhe një shenjë përshëndetje me dorë. E ka zakon të sillet kështu. Nuk t'i jetë syt fare, sikur të jesh e padukshme. E gjora Kush ka kush ta mësuar?
Më në fund. Vajta deri në qytet për të takuar flokborën. Ja ku jam. Je me vones, sa po vesha palton dhe po dilja për të kërkuar. Shkova të shikoja flokborën, është mirë, dhe vendosët të mos e shisnin. Mirë, më bëhet qefi. Po, se ke idenë se sa shumë qumë është që bën. Oh, kjo më bën mirë, i kam duar të ngrira. Ku është letra? Në qytet thuaj që mësuesi më ka dërguar një letër në të cilën shkruaj se edhe unë duhet të shkoj në shkollë. Atëhere me sa shota pas kanë thënë, a? S'të ki që ka. Pse nxesh kështu gjys? Pse nuk më ke folur kur për shkollën? Sepse mua nuk më duket e drejtë. Ti nuk e shkuar ndonjëherë në shkollë? Po, por kjo shkollë është poshtë në fshat. Pastaj tani është punë ndryshe. Por a nuk ka të tjera gjys? Unë në shkollë duhet të shkoj, apo jo? Jo. Jo. Tani mjaft, nuk dua të flas më për këtë. Përse? Është kohë e humbur kot të shkosh në shkollë. Është e vërtet që mësojnë fëmijëve të lexojnë dhe të shkruajnë, por i shkatërrojnë. Harrojnë të mësojnë se për njerëzit ka diçka më të rëndësishme se alfabeti dhe se numrat. Shikojnë botën nëpërmjet librave dhe nuk e kanë idenë se sa e bukur është në të vërtetë. Kurse ti je ndryshe sepse e sheh. Por, nuk e di. Jo. Atëherë, më mëso të shkruaj dhe të lexoj. Nëse ke qenë në shkollë, duhet të jesh i aftë për ta bërë. Tani bëhemi gati për të ngrënë. Ke gjithë ditën që rri për jashtë, do të ketë marruria. Në fakt po, kam uri. Kur Hajdi e ul në tavolinë me gjyshin për të ngrënë darkë, e kishte harruar idenë për të shkuar në shkollë. Tregoi edhe detajet më të vogla për ato që kishte bërë. I tregoi për flokborën, për qumshin që bënte flokbora dhe natyrisht për luftën me topa të bore. Por nuk i zuri me gojë djemt që e tallën në fshat dhe që Petri i gjorë fatkeqësisht nuk e kish mësuar akoma alfabetin. Në vazhdim i tregoi për slitën e madhe dhe për ziljen e lopës, pa harruar që atë ditë ishin më të shpejtë se era. Pastaj kur shkriu bora dhe erdhi pranvera, Hajdi dhe Nebja filluan të vraponin çdo ditë nëpër livade, duke jetuar çdo ditë aventura të reja. Dhe gjatë një prej aventurave të tyre, u ndodhi diçka e papritur. Kujdes, ku sa larg e quaj unë. Një i panjohur po ngjitej lart tek ta, një person që Hajdi nuk e kishte parë kurrë më parë. Ai u tregua shumë i sjellshëm me të dhe foli gjatë me gjyshin. Por Hajdi nuk mund ta dëgjonte bisedën. Dhe pastaj vuri re që gjyshi ishte shumë i zemëruar. Po për këtë do t'ju tregojmë herën tjetër.